Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i është kundër përgjigjur kryeministrit Edi Rama për procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Në një konferencë me gazetarët, Berisha akuzoi qeverinë se po mban të fshehtë një proces i cili u përket të gjithë shqiptarëve. Ka 5 muaj që në një forum në Bruksel që quhet Coelho, forum shumë serioz, dhe ka kaq muaj që ata mblidhen me përgjegjësinë më të madhe, raportin për Shqipërinë e shqyrtojnë dhe shtojnë vazhdimisht kërkesa mbi të. Edi Rama fsheh çdo rekomandim të tyre. Berisha akuzoi qeverinë se me vendimet e saj po bllokon procesin e antarësimit të vendit në BE. Rrugën për në Bashkimin Evropian ja mbyllin Shqipërisë ata që mbrojnë vjedhjet e qytetarëve shqiptarë. Nga ana tjetër, edhe pas reagimeve të ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, Berisha nuk u tërhoq nga akuzat ndaj diplomatit Silvio Gonzato. Unë kam respektin më të madh dhe simpatinë më të madhe për Komisionin Evropian, për ambasadorët, për përfaqësues të vendeve anëtare, por në mënyrë absolute nuk ka dhe nuk mund të ketë gjë në botë që më pengon mua të denancoj atë çka unë e konsideroj të papajtueshme, të padrejtë. Një ditë më parë, të gjithë ambasadorët e vendeve anëtare të BE-s të akredituar në Tiranë reaguan kundër Sali Berishës, duke mbrojtur ambasadorin Silvio Gonzato.